Policia është duke përgatitur padi penale për 7 sulmuesit adoleshentit Jusuf Islami në aerodrom të Shkupit para disa javësh. Siç njoftojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme, pas dokumentimit të plot të rastit, MPB-ja do të kërkojë nga prokuroria ngritjen e padisë penale ndaj 7 sulmuesve, në mesin e të cilëve janë edhe 6 të mitur. Policia, e cila kohë më parë njoftoi se ka identifikuar autorët dhe ka hetuar rastin, nuk shpjegon se pse i duhet aq shumë kohë për dorëzimin e rastit në prokurori. Edhe pas 3 javësh rrahja brutale e Jusuf Islamit mbetet pa ndonjë epilog konkret, por vetëm me pohimet e policisë për ngritjen e padisë penale. Ndërkohë nga prokuroria konfirmojnë se po presin lëndën nga policia dhe se deri tani nuk kanë marrë asnjë material. Jusuf Islami ishte viktimë e një rrahjeje brutale në aerodrom të Shkupit muajin e kaluar. Ai përfundoi në spital me nofullën e thyer dhe lëndime të rënda trupore. Rastet e tilla të dhunës trajtohen si vepra penale shkaktimi lëndimeve të rënda trupore, që sipas kodit penal dënohen me burg nga 6 muaj deri 5 vjet, nëse lëndimet shkaktojnë probleme apo shenja të përjetshme, siç mund të ndodhë tek Jusuf Islami, atëherë vepra e njëjtë dënohet me burg nga 1 deri në 10 vjet. Ndërkohë, pas operimit të nofullës, Jusuf Islami është lëshuar për mjekim shtëpiak dhe gjendja e tij shëndetësore është stabile.